Çfarë ndodh kur një burr takon një grua që nuk i nënshtrohet hijeshisë së tij, që nuk trembet nga vetbesimi i tij dhe që nuk sillet rreth egos së tij? Ai nuk e takon thjesht, ai përplaset me të. Në fillim ai as nuk e kupton çfarë po ndodh. Diçka brenda tij fillon të lëviz, një parehati që nuk di ta quaj. Nuk është as zemërim, as dëshirë. Është diçka më e vjetër, më e thellë. Dridhja e një strukture brenda tij që fillon të thyet strukturës që ai e ka quajtur unë. Ajo qëndron aty, jo më e zhurmshme, jo më e ftohtë, por e palëkundur. Ajo mban qëndrimin e saj pa asnjë përpjekje. Heshtja e saj e çarmatos. Sytë e saj ja pasqyrojnë atë vetes së tij, dhe papritur ai sheh çarjet që për vite i ka mbuluar me vetbesim, hijeshi dhe indiferencë. Në praninë e saj maska nuk funksionon më. Shfaqja shembet dhe për herë të parë ai ndihet i vogël. Pikërisht aty fillon historia e vërtetë. Shumica e burrave nuk reagojnë me dinjitet ndaj këtij pasqyrimi. Impulsi i tyre i parë është mbrojtja, nevoja për të mbrojtur iluzionin dhe për të parandaluar pasqyrën të tregojë shumë. Egos nuk i pëlqen të vihet në dyshim. Ajo do të adhurohet. Kështu ai e tall, e zvogëlon, e quan shumë e sigurt, shumë e fortë, shumë intensive. Por ajo që ai me të vërtetë ka ndërmend është, ajo më bën të ndiej veten time. Të luftosh forcën e saj është më e lehtë se sa të pranosh pasigurinë e vet. Ta zhvlerësosh atë do të thotë të ruash arkitekturën e brisht të krenarisë së tij. Carl Jung tha një herë, derisa ta bësh të pavetdijshmen të vetdijshme, ajo do të drejtojë jetën tënde dhe ti do ta quash fat. Pikërisht kjo ndodh këtu. Një burr e quan frikën e tij pëlqim, pasigurinë e tij standarde. Ai i thot vetes se thjesht nuk i pëlqejnë gratë e tilla, por në të vërtetë ai ka frikë nga ajo që ato mishërojnë, zhvillimin. Ajo vë në dyshim versionin e tij të vetes në të cilin ai ka investuar aq shumë, burrin që udhëheq, që di, që kontrollon. Por kontrolli i papritur ndihet si një iluzion. Siguria e tij shpërbëhet në pyetje që kur nuk ka guxuar t'i bëjë. Ndoshta largohet prej saj, por ajo mbetet. Jo si person, por si pranim, si një zë i qetë që thot, rritu, sepse ajo nuk erdhi për ta thyer, por për ta zgjuar. Tragjedia është se shumica e burrave nuk dëgjojnë. Ata kthehen në botë më të vogla, në rrethe që konfirmojnë egon e tyre. Ata kërkojnë sigurinë e adhurimit, thjeshtësinë e dominimit, iluzionin e të qenit i fortë. Dhe megjithatë thellë brenda tyre, ata e dinë se kanë ikur nga diçka e shenjtë. Ata kanë ikur nga pasqyra. Pastaj ka ata të paktët që nuk mund të kthehen më. Ata që kanë ndier atë thyrje të brendshme dhe nuk mund ta harrojnë më. Brenda tyre diçka refuzon të flejë përsëri. Ata fillojnë t'i bëjnë vetes pyetje të pakëndshme. Pse ajo më bëri kaq të pasigurt? Çfarë doja të mbroja? Nga çfarë kam frikë se mund të humbas? Dhe në pyetje ata fillojnë të kuptojnë se fuqia nuk i përket asnjë gjinje. Ajo rrjedh aty ku banon e vërteta. Dhe ajo kishte të vërtetë jo vetëm në fjalët e saj, por në tërë qenien e saj. Prania e saj nuk ishte përballje, ishte ftesë. Ai i kujton sytë e saj jo sfidues, por të ditur. Ajo nuk donte të fitonte. Ajo donte autenticitet. Ajo donte të vërtetën. Dhe e vërteta tremb të rremën. Jung tha gjithashtu, kur dy personalitete takohen, është si kontakti i dy substancave kimike. Nëse ka një reakcion, të dy transformohen. Pikërisht kjo ndodh kur një burr takon një grua që jeton nga qendra e saj. Diçka alkimike ndizet, ose egoja digjet ose burri. Ai mund ta hedh poshtë ose të lejojë zjarrin ta transformojë. Shumica zgjedhin të parën, sepse transformimi kërkon dorëzim dhe dorëzimi ndihet si humbje. Por nuk është humbje, është zbulesë. Kur një burr mëson të qëndrojë përballë një gruaje të tillë jo si pushtues, por si nxënës, ai fillon të kuptojë çfarë është fuqia e vërtetë. Nuk është dominim, nuk është kontroll, është parafrim. Guximi për të qëndruar i hapur përballë së vërtetës. Pavarësia e saj nuk është refuzim, është një provë jo e vlerës së tij, por e pranisë së tij. A mund të mbetet i qëndruar kur nuk ka kontroll?
A mund të udhëheq pa qenë superior? A mund të mbaj hapësirë për një forcë që nuk është e tij? Ky është rituali i padukshëm i kalimit që çdo burr e kalon në një moment kalimi nga nevoja për të provuar fuqinë tek të mësuarit për ta mishëruar atë. Forca e vërtet nuk është e zhurmshme, nuk është një mburoj, është heshtja pas syve që thotë, nuk kam nevojë të fitoj. Kur një burr takon një grua që ka bërë punën e saj të brendshme, ai nuk takon vetëm atë, por gjithçka që ka shmangur brenda vetes. Ajo i pasqyron atij potencialin, hijen dhe kufit e tij. Dhe kjo pasqyrë nuk gënjen. Nuk është e lehtë, nuk ka qenë kurrë. Të takosh atë do të thotë të takosh veten. Disa burra luftojnë kundër saj, disa bien në dashuri, por vetëm pak e kuptojnë me të vërtetë çfarë po ndodh. Ata ndalojnë së parë atë si kërcënim dhe fillojnë ta njohin atë si pasqyrën e asaj që ata vetë mund të bëhen nëse do të ishin mjaftueshëm të guximshëm për të lëshuar krenarinë. Këta burra zhvillohen. Ata kuptojnë se burrëria e vërtet nuk zvogëlohet në praninë e forcës femërore, ajo rritet bashkë me të. Pastaj ata fillojnë të ndërtojnë një lloj të ri vetbesimi jo nga konfirmimi, por nga kuptimi, jo nga kontrolli, por nga lidhja. Sepse kur dy njerëz takohen në autenticitet, nuk është një luftë për pushtet, është një zbulesë. Universi u përshpërit atyre, ju nuk jeni armiq, ju jeni pasqyra. Jung shkroi, ai që shikon jashtë ëndërron, ai që shikon brenda zgjohet. Pikërisht kjo është kjo takim një zgjim, një thirrje për të hequr dorë nga kontrolli dhe për të kërkuar të vërtetën. Ajo nuk është konkurrencë, ajo është inicimi i tij, dhe mënyra se si ai reagon ndaj pranisë së saj vendos jo vetëm për të ardhmen e këtij lidhjeje, por edhe për drejtimin e zhvillimit të tij si burr. Çdo burr e takon këtë moment ndonjëherë përmes dashurisë, ndonjëherë përmes humbjes, ndonjëherë në heshtje, natën në 2 të mëngjesit, kur shikon tavanin dhe ndjen se çfarë mund të bëhej nëse më në fund do të ndalonte së ikuri nga vetja. Gjithçka përfundon në një pyetje të vetme. A do ta mbrosh egon tënde apo do ta takosh zgjimin tënd? Sepse gruaja që e thyen egon tënde nuk do të shkatërrojë. Ajo do të tregoj çfarë mbetet kur iluzioni bie. Dhe ajo që mbetet, nëse ke guximin të shohësh, je ti. Pjesa jote e papërpunuar, e egër, e ndershme burri përtej maskës, përtej krenarisë, përtej zhurmës. Dhe kur ta kesh takuar një herë atë, kur të kesh takuar vërtet veten tënde, kur më nuk do të kënaqesh me më pak. Pas përplasjes vjen heshtja. Jo heshtja e këndshme që qetëson, por ajo që dridhet nëpër kocka, vë në dyshim gjithçka që prej. Një heshtje që rëndon në kraharor shumë kohë pasi biseda ka përfunduar. Ai përpiqet ta shkunë. Kthehet tek rutina e tij, tek planet, tek njerëzit që i kthejnë imazhin e vjetër. Ai i thot vetes se gjithçka është në rregull, që ajo nuk ka pasur ndonjë rol, por thellë nën zhurmë ai ndjen, diçka ka ndryshuar. Diçka brenda ti nuk përshtatet më. Armatimi që dikur e mbante me krenari është bërë i rëndë. Hieshja që dikur funksiononte si magji ndihet bosh. Komplimentet që dikur e ushqenin, tani mezi e prekin. E qeshura që ai përdorte si armë tingëllon e zbrazët. Është sikur të ishte shkëputur nga një burim që nuk dinte as që e ushqente. Sepse kur ke parë të vërtetën qoftë edhe për një çast loja bëhet e padurueshme. Ai fillon ta kujtoj atë, jo si një të dashur, por si një mësuese. Jo fjalët e saj, por energjinë e saj. Mënyrën si qëndronte, qetësinë në sytë e saj, sigurinë në heshtjen e saj. Ajo nuk luante asnjë rol. Ajo nuk përpiqej të impresiononte. Ajo thjesht ishte. Dhe në atë qetësi ai kuptoi sa i shqetësuar kishte qenë vetë. Tani ai ndjen këtë ndryshim kudo në takime, në biseda, madje edhe në pasqyrë. Ai fillon të shoh çmimin e armatimit të tij. Mbrojtja që dikur e bënte të ndjente veten të fortë, tani e ndan atë. Maska që i jepte identitet, tani e mbyll. Ai e kupton se shumë nga ajo që quhej vetbesim i tij kur nuk ka qenë i vërtetë. Ka qenë mbrojtje një skeni mistisur për të fshehur djalin që kur nuk ndihej i mjaftueshëm. Për herë të parë ai pyet veten,
Kush jam unë kur nuk luaj? Kush jam unë kur nuk duhet më të dëshmoj asgjë? Kush jam unë kur nuk dua të fitoj? Këto pyetje e frikësojnë. Heshtja gjithmonë ishte kërcënuese, qetësia gjithmonë e rrezikshme. Por tani heshtja nuk është më armik, ajo është pasqyrë. Dhe ngadalë ai fillon ta shoh veten ashtu siç është, jo ashtu siç bënte sikur ishte. Sa më shumë që shikon, aq më qartë e kupton sa shumë nga forca e tij e supozuar ishte vetëm imitim. Bota e kishte mësuar se një burr duhet të jetë i pathyeshëm, se ndjenja është dobësi, se butësia do të thotë kapitullim. Por ai fillon të ndjej se ekziston një lloj tjetër force, një që nuk bërtet, nuk kërkon, nuk ndjek një forcë që thjesht është. Ai e kujton përsëri, se si asaj nuk i duhej konkurrencë për t'u vënë re. Prania e saj nuk ishte e zhurmshme, por e pashmangshme. Vetbesimi i saj nuk vinte nga arroganca, por nga paqja. Ajo ishte në harmoni. Ajo nuk vepronte nga egoja, por nga e vërteta. Dhe për herë të parë ai kupton ndryshimin midis forcës dhe pushtetit. Forca shtyn, pushteti tërheq. Ai fillon të vërej çarje të vogla në modelet e tij të vjetra. Shakat që dikur vinin lehtë, tingëllojnë bosh. Vërtetimi që kërkonte tani duket si shpërqendrim. Njerëzit me të cilët shoqërohej nuk përputhen më me energjinë e tij. Ai ndjen se po ndryshon, edhe pse ende nuk e kupton. Por zgjimi nuk është elegant, është brutal, kaotik, i vetmuar. Është shembja e një identiteti të rem pa ditur çfarë vjen më pas. Burri që dikur ishte, fillon të vdes, dhe ai e vajton atë. Edhe pse kjo version kur nuk ka qenë i vërtet, ai ndihet i humbur si një endacak në mjegull pa harë. Asnjë duartrokitje, asnjë dritë, vetëm heshtje, konfuzion dhe e vërteta. Ai fillon të përballet me atë prej të cilës gjithmonë kishte ikur, pasigurinë që e maskonte si vetbesim, frikën që e maskonte si logjik, dhimbjen që e fshinte pas kontrollit. Çdo ndërgjegjësim dhemb, por secili e çliron pak më shumë. Më e vështira nuk është ajo që sheh, është ta pranoj se ai ka ndërtuar burgun e vet. Çdo mur i krenarisë, çdo rregull i burrërisë, çdo iluzion i epërsisë ai kishte ngritur për të mbrojtur një plagë që kur nuk donte ta shëronte. Carl Jung tha, njeriu nuk bëhet i ndriçuar duke imagjinuar figura të dritës, por duke bërë të vetëdijshme errësirën. Pikërisht këtë fillon të bëj ai. Ai e bën errësirën e tij të vetëdijshme. Ai kthehet pas në fëmijërinë e tij te momentet kur ndihej i padukshëm, te mësimet që i mësonin se dashuria duhej fituar, te mesazhet e heshtura që e mësuan ta fsheh butësinë për të mbijetuar. E thyen, por në thyerje ai gjen të vërtetën. Zbritja nuk është ndëshkim, është pastrim. Çdo shtresë e egos që digjet, zbulon diçka më të butë, diçka të vërtetë. Dhe në këtë zhveshje ai gjen paqe. Jo paqen e fitores, por atë të pranimit. Ai lëviz ndryshe, më ngadalë, më me vetdije. Fjalët e tij mbajnë peshë jo sepse do të tingëllojë i mençur, por sepse më në fund i mendon ato. Heshtja e tij bëhet forcë. Prania e tij, dikur e shpërndar, bëhet e përqendruar. Njerëzit e ndjejnë, nuk mund ta shpjegojnë, por e perceptojnë. Gratë që takon e vërejnë menjëherë. Ai nuk rrezaton më dominim, ai mishëron thellësi. Vetbesimi i tij nuk kërkon më vëmendje, sjell qetësi. Ai fillon të kuptojë se burrëria e vërtetë nuk është kontroll, por qëndrim. Aftësia për të mbajtur hapësirë për emocione, për të vërtetën, për të tjerët pa e humbur veten. Ai kujton përsëri se si ajo e bëri të ndihej jo i vogël, por i parë. Ajo nuk e poshtëroi, ajo e zbuloi. Ajo që ai e konsideronte sfidë, ishte një ftesë. Ajo që ai e quante kërcënim, ishte një pasqyrë. Ajo tashmë kishte pranuar hijen e saj dhe për këtë arsye mund të qëndronte kaq qetë në të tijën. Tani ai e njeh ndryshimin. Ajo kishte zotëruar veten, ndërsa ai ende përpiqej të zotëronte të tjerët. Dhe ndryshimi mes këtyre dy gjërave është ndryshimi mes iluzionit dhe lirisë. Zbritja është e dhimbshme, por e shenjtë. Ajo bëhet themeli i ngjitjes së tij, jo ngjitja e egos, por e vetdijes. Ai fillon të dojë ndryshe.
nuk i ndjek më gratë për të mbushur boshllëkun e tij. Ai lidhet sepse është kurioz, sepse dëshiron të kuptojë, sepse e vlerëson energjinë më shumë se sa kontrollin. Ai ndalon së kërkuari admirim dhe mëson, në vend të kësaj, të admirojë. Ai ndalon së kërkuari besnikëri dhe fillon të bëhet i besueshëm. Sa më shumë që lëshon kontrollin, aq më i lirë bëhet. Nevoja për të dominuar zbehet. Obsesioni për të pasur të drejtë shpërndahet. Ai fillon ta vlerësoj paqen më shumë se krenarinë, dhe për herë të parë përjeton një forcë që nuk lind nga qëndrimi mbi të tjerët, por nga rrënjosja thellë në vetvete. Maska digjet dhe ajo që mbetet është prania, e pastër, e tokëzuar, autentike prani. Kur tani takon një grua të fortë, ai nuk tërhiqet më, nuk ndjen më nxitje për ta tallur ose për ta ndjekur, nuk tkurret, nuk e tepron. Ai thjesht e sheh, e kupton, e takon aty ku është, sepse tani e di se forca e saj kur nuk ishte kërcënim, ishte një ftesë, jo për ta tejkaluar, por për të qëndruar pranë saj. Zbritja në përulësi e transformon. Ai e kupton se femëroria kur nuk ka dashur ta shkatërrojë mashkulloren. Ajo ka dashur ta zgjojë atë. Dhe zgjimi nuk do të thotë humbje e pushtetit, por zbulimi i origjinës së vërtetë të pushtetit. Jo nga kontrolli, jo nga vërtetimi, por nga prania. Nga ajo forcë e qetë që thotë, të shoh, të dëgjoj, jam këtu. Ai fillon ta mishëroj këtë të vërtetë. Nuk i trembet më emocioneve, nuk ikën më nga cenueshmëria, nuk shihet më nga vetja, sepse tani e di se hapja ndaj së vërtetës nuk e dobëson, e bën të plotë. Dhe diku larg, buzëqesh gruaja që dikur i theu egon. Jo sepse e kishte mposhtur, por sepse ai më në fund e kishte takuar veten. Dikur dhimbja zbutet, kaosi i brendshëm nuk ndihet më si ndëshkim, por si rilindje. Zhurma në kokën e tij fillon të zhduket, dhe në heshtje rritet diçka e qëndrueshme. Nuk është vetbesimi që ai nitet dikur është më i thellë, më i qetë, më i tokëzuar. Nuk ka të bëjë më me kontroll ose me shfaqje, ka të bëjë me praninë. Ai fillon të ngjitet, por kjo ngjitje është ndryshe. Nuk të çon lart, por brenda. Ai nuk ndjek më burrin që besonte se duhej të ishte. Ai mëson të bëhet burri që duhet të jetë, pa shtyrje, pa nxitim, pa uri për njohje. Ai ka gjetur paqe, një paqe që nuk varet nga rrethanat e jashtme. Konfirmimi nga të tjerët, admirimi i grave, njohja nga kolegët, gjithë kjo dikur përcaktonte vlerën e tij. Tani gjithçka sillet vetëm rreth një qendre që nuk lëviz më. Ai lëviz ndryshe. Ai dëgjon më shumë se flet. Fjalët e tij janë më të ngadalta, më të vetëdijshme, dhe heshtja e tij mbart kuptim. Njerëzit vërejnë ndryshimin. Ata nuk mund ta shpjegojnë, por ndihen më të sigurt pranë tij. Ai nuk ja heq më energjinë hapësirave përmes nevojës për t'u dëshmuar, ai mbush ato me qetësi. Ky është shenja e parë e një burri që është takuar me veten. Ai sjell peshë, thellësi, gravitet kudo që shkon. E çuditshme, bota nuk ka ndryshuar, por perceptimi i tij po. Ajo që dikur dukej si konkurrencë, tani duket si mundësi. Ajo që dikur ndjehej si refuzim, tani ai e sheh si devijim. Ai nuk i interpreton më ngjarjet si gjykim mbi vlerën e tij. Ai mëson shkëputjen, jo ftohtësinë, por qartësinë. Aftësinë për ta parë jetën pa shtrembërime. Kur tani takon gra, dinamika është krejt ndryshe. Ai nuk kërkon më të pushtoj apo të kontrolloj. Ai kërkon lidhje, rezonancë, thellësi. Ai nuk tërhiqet më nga pamja, por nga prania, nga ajo dridhje e hollë që i thotë se dikush është i vërtetë. Ai ka mësuar se bukuria pa thellësi zbehet shpejt, por një shpirt i rrënjosur mbetet. Ai dëgjon jo vetëm fjalët e një gruaje, por atë që fshihet poshtë tyre. Ai ndjen si tingëllon heshtja e saj, çfarë thot energjia e saj pa përpjekje. Dhe sepse dëgjon thellë, ai tërheq ndryshe. Ai nuk është më i varur nga intensiteti. Ai tërhiqet nga paqja. Dhe paradoksalisht, kjo paqe ndjehet më e fuqishme se çdo kaos që ai ka njohur ndonjëherë. Ai kupton se burrëria e vërtetë nuk është mungesë emocioni, por zotërimi i tij. Nuk bëhet fjalë për të shtypur ndjenjat,
por për t'i mbajtur ato pa u gëlltitur prej tyre. Ai mëson të ndjejë thellë pa humbur ekuilibrin. Kjo është fuqia që ai nuk e kishte kur më parë. Kur lindin konflikte, ai nuk nxiton të mbrohet apo të sulmoj. Ai ndalet, frymon, nuk reagon por përgjigjet. Ky moment, ky një rrahje e vetëdijshme e zemrës, ndryshon gjithçka. Ky është çasti kur ndodh evolucioni, sepse në atë heshtje ai njeh diçka të thellë. Qëllimi i fuqisë nuk është të sundosh të tjerët por veten. Ai fillon të falë jo sepse të tjerët e meritojnë, por sepse ai meriton paqen. Ai fal baban e tij sepse nuk mundej të tregonte ndjenja. Nënën e tij sepse duhej të ishte e fortë kur ishte e lodhur. Ish partneret sepse ikën, dhe veten sepse atëherë nuk dinte më mirë. Falja bëhet çlirimi i tij. Ai nuk mban më mlleth si provë të forcës, ai mban mirëkuptimin si shenjë të rritjes. Edhe në punën e tij energjia ndryshon. Ai nuk ndjek më suksesin si konfirmim. Ai krijon, udhëheq dhe ndërton me kuptim. Ai tani e kupton se udhëheqja e vërtet nuk është kontroll por shërbim. Gatishmëria për të mbajtur përgjegjësi pa kërkuar njohje. Ai nuk përpiqet më të jetë mbreslënës por domethënës. Dhe kjo ndryshim ndryshon gjithçka. Njerëzit e ndjejnë atë. Fjalët e tij frymëzojnë jo sepse janë të mençura, por sepse janë të vërteta. Prania e tij motivon jo sepse dominon, por sepse zgjon diçka tek të tjerët. Udhëheqja e tij nuk lind nga hierarkia, por nga autenticiteti. Dhe sa më autentik bëhet, aq më i madh bëhet ndikimi i tij, sepse autenticiteti ka një dridhje që udhëheq pa detyrim. Ai ende ka momente dyshimi. Ai është, në fund të fundit, njeri. Egoja e vjetër ndonjëherë i përshpërit, kërkon provë, konfirmim. Por tani ai njeh ato zëra si jehon e një identiteti të vjetër, jo si armiq. Ai nuk lufton me to. Ai i vëzhgon ato. Ato kalojnë si ret në qiellin e hapur. Burri që ai dikur ishte ka zhdukur, por ai ende e nderon atë. Pa dhimbje, pa rënje, nuk ka zgjim. Carl Jung shkroi, nuk ka zgjim të vetdijes pa dhimbje. Tani ai e kupton këtë thellë. Dhimbja nuk ka qenë kur armiku. Ajo ishte nisja. Çdo zemër e thyer, çdo poshtërim, çdo rënje ishte një hap drejt vetdijes. Gruaja që dikur i theu egon, nuk e shkatërroi atë. Ajo ja prezantoi vetveten. Tani ai e njeh, bota e kishte mësuar të kishte frikë nga femërorja, sepse femërorja pasqyron atë që nuk mund të kontrollohet, emocionin, intuitën, rrjedhën, kaosin, të vërtetën. Por tani ai e di, femërorja nuk shkatëron. Ajo zbulon. Dhe ta shohësh atë në sy do të thotë të përballesh me vetë jetën. Prandaj shumica e burrave nuk zhvillohen kur më tej. Shumica e njerëzve kanë frikë nga pasqyra që nuk gënjen. Por ai nuk e ka më këtë frikë. Sot ai mund të shikojë në pasqyrën e tij dhe të njohë si errësirën, ashtu edhe dritën e tij pa u tërhequr. Ai e takon dashurinë në një mënyrë të re, jo më për të zotëruar diçka, por për t'u lidhur sinqerisht. Ai nuk kërkon afërsi nga vetmia, por ndan nga plotësia e brendshme. Ai nuk do të impresionoj askënd, por thjesht të jetë vetvetja. Në këtë autenticitet dashuria e gjen vetvetiu. Gratë ndjejnë kur një burr nuk luan më. Ato ndjejnë kur vëmendja e tij nuk vjen nga dëshira për konfirmim, por nga prania e vërtetë. Kjo energji është e rrallë dhe pikërisht për këtë tërheqëse. Ai ka mësuar të ecë vetëm, jo nga hidhërimi, por nga kënaqësia. Vetmia nuk është më mungesë për të, por strehë. Në të ai krijon, mendon, gjen forcë. Burri që dikur kishte frikë të ishte vetëm, sot mbron heshtjen e tij sepse e di që pikërisht aty lind forca e tij e vërtetë. Marrëdhëniet e tij ndryshojnë. Disa miq largohen sepse nuk e kuptojnë ndryshimin e tij, të tjerë afrohen, të tërhequr nga forca e qetë që ai rrezaton. Ai nuk detyron asgjë. Ajo që është e vërtetë, mbetet, ajo që nuk është e vërtetë, zhduket. Ai ka kuptuar se energjia që mbart brenda vetes përcakton njerëzit që gjejnë vend në jetën tënde. Ai ndihet më i lehtë, jo sepse jeta është bërë më e thjeshtë, por sepse ka pushuar së mbajturi gjëra që nuk janë të tija.
Mendimi i të tjerëve nuk e përcakton më, e kaluara nuk e mban më peng dhe e ardhmja nuk e frikson më. Ai tani jeton në momentin e tanishëm dhe kjo prani rrjedh në gjithçka që bën. Kur mendon për gruan që dikur i theu egon, ai nuk ndjen hidhërim, por mirënjohje. Ajo nuk i ka përkitur kurrë. Ajo ishte pasqyra e tij, mësuesja e tij, pika e tij e kthesës. Ajo nuk erdhi për të qëndruar, por për ta zgjuar dhe në këtë zgjim i dha dhuratën më të madhe, vetveten. Sot ai qëndron më drejt, jo nga krenaria, por nga paqja. Ai nuk ndihet i pathyeshëm, por i plodh. Djali që dikur donte të provonte se ishte mjaftueshëm, është bërë burr që thjesht është. Një burr i qetë, i zgjuar dhe i palëkundur, që mishëron praninë që bota e pret në heshtje. Ngjitja e tij nuk është fundi, por fillimi. Burri që dikur ecte në përjet për t'u parë, tani lëviz në përjet për të parë qartë. Zhurma që dikur e përcaktonte ka heshtur, e zëvendësuar nga diçka më e pastër qartësi, qetësi dhe siguri. Ai nuk qëndron më mbi tokë të lëkundur. Ai qëndron i rrënjosur, i qëndruar, i zgjuar. Por çdo zgjim vihet në provë. Jeta e takon mes prova të vjetra në forma të reja konflikte, dyshime, sfida. Por ai nuk reagon më nga frika, por nga vetdia. Ajo që më parë i dukej si sulm, tani e njeh si ushtrim. Çdo vështirësi është një pasqyrë, çdo takim një mësim. Ai ndjen se prania e tij i ndryshon të tjerët, jo sepse dëshiron të udhëheqë, por sepse ka mësuar thjesht të jetë. Njerëzit pranë tij ndihen më të sigurt, më të sinqert, më të butë. Ata fillojnë të njohin veten. Ai kupton se udhëheqja e vërtet nuk është të japësh urdhra, por të krijosh hapësirë ku të tjerët mund të rriten. Ndikimi i tij nuk rritet nga titujt ose pushteti, por nga autenticiteti sepse e vërteta ka peshë. Ajo i tërheq të tjerët dhe ua kujton të vërtetën e tyre. Edhe marrëdhëniet e tij pasqyrojnë këtë zhvillim. Ai nuk kërkon më njerëz që prekin plagët e tij të vjetra, por ata që vibrojnë me paqen e tij të re. Dashuria nuk është më lojë, as gjueti është harmoni. Ai nuk kërkon më intensitet, por harmoni. Ai e di se dashuria nuk është për të konsumuar, por për të zgjeruar. Forca e një gruaje nuk e kërcënon më, ajo e frymëzon. Fuqia e saj nuk e lëndon, ajo nxjerr në pah të vërtetën e tij. Së bashku ata krijojnë ekuilibër, lidhjen e mashkullorisë së rrënjosur dhe feminitetit të zgjuar. Ai tani kupton se gruaja që dikur i theu egon nuk ishte rastësi. Ajo ishte një lajmtare, një prag që ai duhej të kapërcente. Përmes saj mësoi se forca më e madhe e një burri nuk qëndron në dominim, por në vetdije. Ajo nuk erdhi për t'ia marrë kontrollin, por për t'i treguar si ta lëshonte atë. Me këtë ndërgjegjësim ai e sheh ndryshe edhe botën. Njerëzit ndihen tërhequr nga qetësia e tij, ajo qetësi që nuk varet nga rrethanat e jashtme. Ai fillon të shoqërojë të tjerët, jo si mësues, por si dikush që vetë ka kaluar nëpër zjarr dhe ka mësuar të jetojë me duar të hapura. Ai nuk predikon, ai ndan. Ai nuk kërkon, ai frymëzon. Burrat e dëgjojnë, jo sepse ai është më i zhurmshëm, por sepse është i vërtetë. Ai ua kujton atyre se pushteti pa vetdije është kaos, forca pa butësi mbetet bosh dhe dashuria pa vëmendje bëhet varësi. Ai tregon se zhvillimi nuk është garë, por thirrje e brendshme. Qëllimi nuk është përsosmëria, por prania. Dhe edhe kur rrëzohet, edhe kur dështon, ai nuk humb qetësinë, sepse ai e di, gabimet nuk janë armiq, ato janë mësues. Çdo hap i gabuar sot është një hap më thellë në të vërtetën. Dallimi është se ai nuk i reziston më jetës. Ai lëviz me të, i beson ritmit të saj, ngritjeve dhe uljeve, rrjedhës së gjërave që i shpëtojnë kontrollit të tij. Ai nuk ndjek më sigurinë, ai vallëzon me misterin e ekzistencës. Shpesh ai kthehet në një moment të qetë, krejt i vetëm, ndoshta natën në një qiell të hapur. Ai ngre syt, merr frymë thellë dhe ndjen sa i vogël është dhe njëkohësisht sa i pakufishëm ndihet. Në këtë ndërgjegjësim nuk ka frikë, por adhurim. Ai ka mësuar të jetojë me të panjohurën. Dhe kjo është liria e vërtet, aftësia për të ndjerë paqe në mes të pasigurisë. Carl Jung tha,
privilegji më i madh i jetës është të bëhesh ai që je vërtet. Pikërisht këtë ka bërë ai. Shtresë pas shtrese ai hoqi gjithçka që nuk ishte e vërtetë, derisa mbeti vetëm e vërteta. Ai nuk kërkon më identitet, ai jeton autenticitetin. Djali që dikur kërkonte miratim është bërë një burr që jeton për kuptim. Ai fillon të jap më shumë kohë, energji, dashuri, prani. Jo nga detyrimi, por nga gëzimi. Dhënia zëvendëson marrjen. Shërbimi zëvendëson egon. Ai gjen plotësim jo në të qenet mbi të tjerët, por në ngritjen e të tjerëve. Dhe pikërisht aty forca e tij e vërtet ndriçon më fort. Sepse kur një burr mund të jap pa humbur veten, kur ai do pa frikë, kur udhëheq pa krenari, atëherë ai bëhet i pandalshëm. Bota e ndjen praninë e tij në familjen e tij, në miqësitë e tij, në komunitetin e tij. Ai është një nga ata burra që nuk kanë nevojë të flasin me zë të lartë për t'u dëgjuar. Qëndrueshmëria e tij flet për të, energjia e tij i paraprin fjalëve dhe veprat e tij pasqyrojnë qenien e tij. Ai nuk ndjek më një trashëgimi të matur me famë ose sukses. Trashëgimia e tij është energjia që lë te njerëzit që takon. Kur ai do, njerëzit ndihen të sigurt. Kur ai dëgjon, ata ndihen të kuptuar. Kur ai flet, ata ndihen të parë. Kjo është fuqia e tij, jo dominim, jo frikësim, por mishërim. Bota nuk ka nevojë për burra më të zhurmshëm. Ajo ka nevojë për burra të zgjuar. Burra që qëndrojnë në të vërtetën e tyre pa i heshtur të tjerët. Burra që mund të mbajnë njëkohësisht forcën dhe butësinë e tyre pa turp. Ai tani kupton se madhështia e vërtet nuk ka të bëjë me sundimin, por me rendin e brendshëm. Mbretëria është brenda në mendje, në zemër, në shpirt. Kur kjo mbretëri është në ekuilibër, gjithçka e jashtme vendoset vetë. Ai nuk kërkon më kontroll mbi njerëzit apo ngjarjet. Ai kërkon harmoni në vetvete, duke ditur se paqja e brendshme rrezaton jashtë si rrezet e diellit përmes qelçit të pastër. Ndonjëherë ai e kujton atë gruan me të cilën gjithçka filloi. Ai buzëqesh, jo nga mallëngjimi, por nga mirënjohja. Ajo do të mbetet gjithmonë pjesë e historisë së tij, jo si plagë, por si shkëndi. Patë, ndoshta kur nuk do të kishte pyetur kush ishte vërtet. Patë, ndoshta kur nuk do ta kishte gjetur thellësinë e tij. Ajo nuk ishte një devijim. Ajo ishte dera. Tani ai kupton diçka që më parë nuk mundej. Dashuria nuk qëndron gjithmonë, por gjithmonë transformon. Disa njerëz vinë të ecin pranë teje, të tjerë të zgjojnë dhe të dy janë të shenjtë. Sot ai qëndron në paqe jo sepse bota është e qetë, por sepse ai është. Jeta do të vazhdoj ta sprovoj, ta përul, t'i kujtoj se zgjimi nuk është një qëllim, por një praktikë e përditshme. Megjithatë ai përballon të gjitha me duar të hapura dhe me një shikim të qartë, sepse ai ka parë çfarë ndodhet përtej egos, frikës dhe krenarisë. Ai e di se rruga nuk mbaron kur, çdo ditë është një inicim i ri, çdo takim një pasqyrë, çdo sfidë një mundësi për t'u ngritur sërish. Dhe ai mirëpret gjithçka, sepse një burr që vërtet është takuar me veten nuk mund të mposhtet më nga asgjë e jashtme. Gruaja që dikur i theu egon nuk ja mori forcën, ajo ja ktheu atë, e pastruar nëpërmjet zjarrit. Me këtë forcë, tani e rrënjosur thellë në vetdije, ai më në fund jeton të vërtetën që gjithmonë ishte brenda tij. Ai është bërë një burr që nuk përcaktohet nga bota, por nga shpirti i tij. Një burr që nuk kërkon më dritën sepse ai vetë është dritë, dhe pikërisht kjo është trashëgimia e tij.